Tani do të shohim ekzekutimin e dridhullit ceremonial nga garda ceremoniale e kadetëve. Në mandatin e ardhshëm do të investojmë 1 miliard euro në ushtri, do t'i kemi 1000 vajza e gra, pjesë të ushtrisë sonë, pra një rritje prej 2 herë gjysmë numrit aktual. Do të kemi fabrikën tonë për prodhimin e municioneve, do të kemi municionet tona, por më e rëndësishmja do të vazhdojmë të kemi ushtarakët më të përgatitur e më të shkolluar që kemi pasur ndonjëherë, sepse pjesëtarët tonë janë pasuria jonë më e madhe që kemi. Tani do të shohim ekzekutimin e dridhullit ceremonial nga garda ceremoniale e kadetëve. Në mandatin e ardhshëm do të investojmë 1 miliard euro në ushtri, do t'i kemi 1000 vajza e gra, pjesë të ushtrisë sonë, pra një rritje prej 2 herë gjysmë numrit aktual. Do të kemi fabrikën tonë për prodhimin e municioneve, do të kemi municionet tona, por më e rëndësishmja do të vazhdojmë të kemi ushtarakët më të përgatitur e më të shkolluar që kemi pasur ndonjëherë, sepse pjesëtarët tonë janë pasuria jonë më e madhe që kemi. Tani do të shohim ekzekutimin e dridhullit ceremonial nga garda ceremoniale e kadetëve. Në mandatin e ardhshëm do të investojmë 1 miliard euro në ushtri, do t'i kemi 1000 vajza e gra, pjesë të ushtrisë sonë, pra një rritje prej 2 herë gjysmë numrit aktual. Do të kemi fabrikën tonë për prodhimin e municioneve, do të kemi municionet tona, por më e rëndësishmja do të vazhdojmë të kemi ushtarakët më të përgatitur e më të shkolluar që kemi pasur ndonjëherë, sepse pjesëtarët tonë janë pasuria jonë më e madhe që kemi.